Sa bukur e përshkruajnë këto fjalë të Ibn Kaimit, madhështinë e Allahut. Ai kontrollon çështjet e të gjithë botëve, urdhëron dhe ndalon, krijon dhe dhuron, jep dhe merr jetë. Ai ulet dhe u ngrej njerëzit në pozitë, ndërthur ditën dhe natën. U jep ditë njerëzve me radhë, herë të mira dhe herë më pak të mira. Shkakton forcimin dhe shkatarimin e kombeve. E kështu një komb zhduket dhe një tjetër lind. Udhrat dhe caktimi i tij zbatohet në qiell dhe në tokë, sipër dhe poshtë saj, në oqeane dhe në ajër. Ai ka dituri për gjithçka. Njerimi të kujton lumturinë. Uria të shton dëshirën për ushqim. Burgu të tregon vlerën e lirisë. Dhe sëmundja të bën të pasionuar pas shëndetit. Profeti, paqja dhe bekimi e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: dhikri më i vlefshëm është la ilahe illallah. Ai gjithashtu ka thënë: vërtet Allahu i ka ndaluar zjarrin atij që thot la ilahe illallah, me të cilën dëshiron të arrijë kënaqësinë e Allahut. Morali as kultura as ndërgjegja se lartëson. Ndjenja e virtytit e njerëzit nga frika e Zotit buron. Po që se nga zemra është hequr frika nga Zoti, as kultura s'ka ç'të bëj, as ndërgjegja kurse si. Libri është një mik që kalon kohën dhe nuk të lëndon. Është dashamirës e nuk të shtyn të bësh keq. Rri me ty gjithmonë e s'të mërzit. Preferon të jetë mësues i yt e s'të lëshon. Nuk të tradhton e nuk të mohon. Ka shumë gjëra të cilave njeriu jep vlerë, të cilat vdesin e shkojnë së bashku me të, kurse mendimet dhe veprat e dobishme të tij mbeten të gjalla, edhe pasi ai vetë varroset dhe jetojnë gjë në pafundësi. Dhe kjo ditë në ndan nga Ramazani. Ne të kalojnë ato ditë duke ju lutur Zotit të na mundsojë një agjërim sa më të denjë, një lexim sa më të thellë të librit të tij, një bujarim më të shpejtë se era dhe bërjen e çdo vepre të mirë që na afron sa më pranë tij. Amen. O Allah, në këtë ditë bëja agjërimin tim si agjërimin e të sinqertëve dhe qëndrimin tim në namaz për qëndrimeve të atyre që falen me bindje. Zgjom nga gjumi të pavëmendshmit e mi shlye mëkatet o Zoti i botëve dhe falë mua o falës i mëkateve. O Allah, këtë ditë afrom kënaqësinë tënde. Mba më larg zemrimin dhe dënimin tim. Jep më rastin të recitoj ajetet e tua me mëshirën tënde, o i mëshirshëm i mëshiruesve. O Allah, në këtë ditë dhuro më urtitëve të tije. Mba më larg secësisë dhe krekosjes.
Jep më pjesë në çdo bekim që zbret, me bujarin tënde, o më bujari bujarëve. O Allah, në këtë ditë forcome në zbatimin e urdhrave të tu. Ma lejo shimin e ëmbëlsirës së dhikrit tënd. Mundsoma me mirësinë tënde që të falenderoj. Mbrome me mbrojtjen dhe mbulesën tënde, o më dalluesi i shikuesve. O Allah, në këtë ditë vendos më me kërkuesin e faljes, vendos më mes shërbëtorëve të tu të drejtë të bindur dhe uljave të tu, në butësin tënde, o më i mëshirshëm i mëshiruesve. O Allah, në këtë ditë mos më lërë të vetë poshtërohem duke mos të bindur ty. Mos më godit me kam gjikun tënd të dënimit, dhe mba më larg shkaqeve të zemërimit tënd dhe mirësinë dhe fuqinë tënde, o dëshira e pafundme e dëshiruesve. O Allah, në këtë ditë ndihmo më në agjërimin dhe namazet e saj, dhe mbaj më larg nga gabimet dhe mëkatet e saj. Mundëso ma e të kujtoj pareshtur gjatë saj me ndihmën tënde, o udhëzuesi atyre që shmangen. O Allah, në këtë ditë më bëj të mëshiroj jetimët, të ushqej të uriturit, të përhap selamin dhe të rime të mençurit, o strehuesi shpresuesve. O Allah, në këtë ditë jep më nga mëshira jote i gjerë, udhëzo më drejt provave të tua ndriçuese, drejto më tek kënaqësia jote gjithëpërfshirëse, me dashurinë tënde, o shpresa e dëshiruesve. O Allah, në këtë ditë më bëj për atyre që mbështeten tek ti, për atyre që ti i quan të suksesshëm, dhe vendos më me ata që janë të afërmit e tu, më favorin tënd, o synimi i kërkuesve. O Allah, në këtë ditë më bëj të dua mirësinë dhe të mos pëlqej mizorinë e mos bindjes, pengo më nga zemrimi dhe skëterra, me ndihmën tënde, o ndihmues i ndihmë kërkuesve. O Allah, në këtë ditë më zbukuro me sinqeritetin e të ndershmërit, zbulo më me rrobën e endjes dhe të pastërtisë, më bëj t'i përmbahem drejtësisë dhe pamësisë e më ruaj nga ajo që druhem, me mbrojtjen tënde, o mbrojtësi i të friksuarve. O Allah, në këtë ditë pastro më nga papastërtitë e ndyrësia, më bëj durimtar ndaj asaj që është shkruar, jep më aftësinë të bëhem devotshëm e të shoqërohem me të mirët, me ndihmën tënde, o i dashuri i të skamurve. O Allah, në këtë ditë mos më dëno për rrëshitjet, më bëj t'i paksoj gabimet dhe fajet, mos më bëj shënjesër të fatkeqësive dhe të halleve, me nderin tënd, o nderi i muslimanëve. O Allah, në këtë ditë dhuro më bindjen e të nështruarve, zgjero më kraharorin dhe pendimin e të përulurve, me sigurinë tënde, o stre të friksuarve.